Mirëmbrëma, në emisionin Alo Policia, është emisioni fundit i shtati për vitin 2025 dhe sot kemi një temë me interes publik, masat e sigurisë nga Policia e Shtetit, nga mbrojtja nga zjarri, urgjencat, në raport me festat e fundvitit për parandalimin e tyre, rastet e fishekzjarreve, të zjarreve dhe kujdesin që duhet kemi dhe masat e shtuara nga Policia e Shtetit për të krijuar një ambient të qetë dhe të pranueshëm për qytetarët, të cilët do të kenë jo vetëm fundin e vitit, por edhe ndrimin e viteve. Pa humbur kohë, po bëjmë prezantimin e të ftuarve tanë. Është zoti Agron Çeli, drejtori i rendit në drejtorinë e përgjithshme të Policisë së Shtetit. Mirëmbrëma, mirë se erdhët zoti. Mirëmbrëma, Çeli. Luan Sheu, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Ekspert dhe drejtues në mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimin. Igli Zepishta, mirëmbrëma zoti Zepishta, është një ekspert ekonomie, sigurisht dhe trajtimit disa temave lidhur me kostot që do të kemi në investime për sallat operative dhe jemi në pritje të ardhjes Skënder Brataj, drejtori i urgjencave kombëtare. Pa humbur kohë, po kthehemi këtë ftuarit tanë. Po e nisim nga ju si gjithmonë, zoti Agron Çeli, gjithmonë Alo Policia vazhdon të jetë thirrje e parë nga çdo qytetar për problematikat që ka. Sot është data 26, jemi në mbylljen e vitit. Pak ditë na ndajnë nga mbyllja e vitit dhe masat që merr Policia e Shtetit parandaluese lidhur me sigurinë, kontrollin e territorit, parandalimin e përdorimit të lëndëve piroteknike dhe çfarë ndryshimi ka në këtë vit në raport me vitet tjera. Si çdo vit, Policia e Shtetit harton një plan masash të veçantë për marrjen e masave, për garantimin e rendit dhe të sigurisë publike në gjithë territorin e vendit, për festimin e festave të fundvitit. Edhe këtë vit, të gjitha strukturat e Policisë së Shtetit kanë hartuar planet e masave, kanë përcaktuar detyrimet dhe tashmë ka ditë që ka filluar zbatimi i këtyre detyrimeve në terren. Ne kemi bërë edhe njoftime nëpërmjet shtypit, por kryesisht për masat e marra kryesisht në këtë periudhë, për festat e fundvitit, janë dhënë edhe detyrimet kryesore që ka policia, ndërsa po t'i referohemi asaj çfarë ju kërkoni për lëndët piroteknike dhe fishekzjarret, Policia e Shtetit si çdo vit ka marrë masat për parandalimin e tyre, për minimizimin më saktë të përdorimit të tyre nga qytetarët, si në ambientet hapura, ashtu edhe në ambientet mbyllura. Po të flasim për lëndët piroteknike, tashmë i është bërë publike, njihen nga qytetarët se çfarë janë këto lëndët piroteknike, çfarë janë fishekzjarret dhe ndalimi i përdorimit të këtyre fishekzjarreve lëndë piroteknike sipas grup moshave të caktuara, që i ka të përcaktuar ligji dhe nga viti në vit ka ardhur duke ulur përdorimi i fishekzjarreve dhe lëndëve piroteknike kryesisht në festa sipas grup moshave. Pra, po të shikojmë edhe incidentet që kanë ndodhur gjatë viteve të shkuara, të bëjmë dhe një krahasim me këtë periudhë që jemi tani, vit mbas viti, për shkak edhe të sensibilizimit që është bërë, dërgjegjësimit të qytetarëve, incidentet kanë ardhur duke ulur. Është puna parandaluese e policisë apo është edhe ndërgjegjësimi i qytetarëve? Këtu janë shumë faktorë. Po themi janë faktorët që qoftë edhe strukturat vendore të gjitha, jo vetëm të Policisë së Shtetit, por edhe të pushtetit vendor, edhe të shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi, sepse këtu dua të them që kontrollet që kemi bërë në gjitha strukturat që kontrollojnë tregjet kanë qenë të përbashkëta. Sepse strukturat e Policisë së Shtetit nuk mund të punojnë vetëm duke kontrolluar tregun, pra bashkëpunojnë me pushtetin vendor, me strukturat e pushtetit vendor, bashkëpunojnë me shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi, dhe strukturat të tjera që kanë detyrimin për kontrollin e tregjeve për lëndët piroteknike dhe fishekzjarre. Në tërësinë e tyre këto
numri ka ardhur gjithmonë duke ulur dhe duke zbatuar edhe nga operatorët ekonomik që operojnë me këto artikuj, janë përcaktuar se çfarë duhet të tregtojnë operatorët ekonomik, kioskat dhe dyqanet e tjera. Pra, edhe qytetarët janë të ndërgjegjshëm, por tashmë nuk mund të lejohet që një qytetar të marrë të ketë në përdorim më shumë se 2 kg fishek zjarre ose lëndë tjera piroteknike. Gjithmonë sipas kategorizimit të tyre, sepse janë të ndara nga, siç i ka operatori që i prodhon, i ka ndarë sipas qëllimit të tyre, sipas nivelit të rrezikut dhe nivelit të zhurmës. Pra, këto janë të ndara sipas kategorive, mos të bëjmë sqarime më tepër që të futemi në llojet e këtyre, por ato që përdoren në ambientet brendshme dhe në ambientet jashtme. Pra, në ambientet brendshme dhe në ambientet teatrale, në ambientet hapura. Kryesisht, qytetarët mund të përdorin sipas grup moshave deri në 12 vjeç, vetëm ato që janë në përdorim në ambientet brendshme, kryesisht në ambiente familjare, ato që nuk janë të rrezikshme, nuk shkaktojnë zhurmë, nuk kanë flak të madhe dhe nuk kanë pasoja tek përdoruesit. Janë lëndët e tjera që mund të përdoren nga grup mosha deri në 16 vjeç, që përdoren në ambientet hapura, nuk kanë nivel të lartë zhurme dhe nuk kanë pasoje rreziku nga efektet e tjera si djegja, zhurmat e tjera. Po kështu janë edhe kategori të tjera të cilat përdoren nga janë të detyrueshme. Pra, këtë duhet të theksoj më shumë, niveli F4, pra kategoria F4, që kërkojnë nivel profesional, pra duhet të kenë njohuri të specializuara për përdorimin e këtyre. Dhe këto përdoren kryesisht nga subjekte që janë të licencuara dhe detyrimisht nga persona që janë të kualifikuar për përdorimin e tyre. Deri në nivelin F3 mund të përdoren nga qytetarët, por deri te niveli F3 janë deri në moshën 18 vjeç. Pra, këto janë nivelet e kategorive të fishek zjarreve. Po kështu kemi lëndët piroteknike që edhe këto janë të kategorizuara. Njësoj si fishek zjarret, por deri tek P1-shi, P2-shi janë të përdoshme, kur shkojmë tek P3-shi dhe P4, normalisht kërkon njohuri të specializuara. Pra janë njerëz të trajnuar dhe subjektet që i kanë në përdorim duhet që t'i kenë të licencuar personat që merren me këto artikuj piroteknik. Janë dhe të nivelit të 1, të 2, të 3 që janë lëndë piroteknike që përdoren në ambiente të hapura. Edhe këto të njëjtën gjë, pra kur themi tek të 3-shi, të 4 janë kërkojnë njohuri të përcaktuara, njohuri të specializuara të personave që merren me përdorimin e tyre. Do të ndërpres, do të kthehem përsëri sepse me të drejtë qytetarët pyesin përveç klasifikimit që ju thoni, si tregtohen, si merren, se ai shkon në treg dhe tregu ka apo jo lëndë të cilët vinë në mënyrë ilegale, sa dhe si kontrollohen tregjet, çfarë lëndësh janë, a qellohet me armë gjatë natës vitit të ri etj. Po para se të rikthehem tek ju pikërisht për këto pyetje, të cilat ngjallin shumë interes, sepse duam t'i parandalojmë dhe të mos na ndodhin, po kthehem ke zoti Luan Sheu. Zoti Sheu, ju vini me një eksperiencë të gjatë, madje kur ju pyeta nuk ju kujtohen as vitet, aq kontribute keni, por vini edhe nga një mësimdhënie, sepse keni qenë dhe pedagog, mos gaboj, në Akademinë e Forcave të Armatosur. Eksperienca jonë, ose kujtesa jonë na çon tek ngjarjet në Maqedoni, ku përdorimi i lëndëve piroteknike krijoi ato fatalitete, vdekje, djegje masive në 2 diskotekat të Maqedonisë. Dhe përdorimi i lëndëve të tilla sigurisht që shkakton dhe zjarre, her pas here përdorimi pa kriteri tyre, ndaj banesave, ndërtim të banesave, djegje apo jo, ndërtim qytetarëve. Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit. Sa tafta janë, sa është koha reagimit tyre, si është organizuar ky shërbim, a e kontrollon dot territorin, sepse Tirana është rritur, por shkon drejt Durrësit, por është ngritur dhe vertikalisht, jo vetëm në drejtimin e zgjerimit të saj. A i keni mjetet, a i keni kapacitetet.
dhe sa dhe si punoni dhe bashkëpunoni me policinë e shtetit dhe për t'i parandaluar këtë gjë? Shiko, neve në periudhën e fundvitit, jo vetëm në fundvitit, po dhe ditën e ndjeshme, datën 25, ne kemi filluar që në datën 23, dhe datën 20 ne dalim me plan masash konkrete, që do të thotë që ne dalim me një regjim të përforcuar. Pra, përveç se efektivi që është i gatshëm non-stop 24 orë, ne kemi dhe regjim të përforcuar me 25% deri në 30% efektivit. Pra, ne jemi sot data 26, ju keni filluar këtë plan të datës 20. Pra, se duhet të paraprim edhe festës që janë të Krishtlindjes. Edhe ato, vit pas viti, fillojnë edhe festojnë dhe përdorin dhe mjetet piroteknike gjatë kohës që ndërrohet ajo viti. Kështu që ne, gjatë gjithë saj kohë, ne jemi nga dishpënit plot. Duhet kemi gjë të qartë që ne në procedurat standarde që kemi edhe në situatat të incidenteve dhe për parandalimin e tyre, ne gjithmonë jemi 3 shërbime. Janë të pandashme, si që shërbimi policisë, shërbimi i urgjencës dhe shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi. Pra nuk mund të imagjinohet të një incident të shkojë vetëm njëra, por shkojnë të treja njëkohësisht, me detyra specifike që kanë gjithë secili nga shërbimet e tyre. Dhe sidomos në ndrimin e viteve, në momentet pik që bëhet ora 12 e natës, neve gjithmonë dalim dhe patrullojmë bashkarisht me forcat e policisë, duke ditur ku janë ato pikat e dopta që na kanë ndodhur në vitet e përparshme. Njëkohësisht, gjatë gjithë saj kohe neve futemi në teren, se ne kemi forcat parandaluese, pra oficerët parandalues, që qarkullojnë gjatë gjithë kohës dhe marrin masa për respektimin e të gjithave, sidomos në këto qendra të tregtare që tregtojnë të tilla gjëra. Bile kontrolli është shumë i rrept, në mënyrë që këto vërtet mund të tregtohen, por duhet të disiplinojmë. Për shembull, duke e krahasuar me 5 vite më parë, këto në sajt të disiplinimit që është bërë, sepse të gjitha këto që përdorin këto, qoftë Bashkia e Madhe, kur është ndërimi i vitit, ata kanë një specialist, kanë një inxhinier atje, ose kanë një piroteknik që është specialist i mirëfillt, që të di si ti përdori dhe si ti përdori dhe si ashtu, sepse edhe ato janë sofistikuar, nuk janë më si kanë qenë përpara, që merr të gjithë secili dhe e përdorte. Kanë dhe ato metodat e tyre dhe teknikën e tyre të përdorimit. Por juve thatë pak më para që për sa kohë shkoni ju atë. Pikërisht për të përballuar të gjitha këto, për të parandaluar dhe për të përballuar në një situatë, në incident të mundshëm, neve në Bashkinë e Tiranës kemi 7-8 stacione, në periferi dhe në qendër, në mënyrë që ne të gjendemi sa më shpejt dhe sa më afër incidenteve që mund të ndodhin. I kemi të shpërndara këto me efektiv të plot, domethënë me grupin e efektivit edhe me mjetet e tyre në situacion. Pra kemi disa mjete që janë përdoren për raste shumë të veçanta, siç janë zjarret masive, e kupton, në shtëpi, po dhe kemi dhe zjarre që mund të konsiderohen të lehta ose relativisht të kontrollueshme, siç mund të jetë një flet çadre, një çadër aty në shtëpi. E kupton, një që kanë ashtu, sepse kanë ndodhur shpesh herë që në sajt të vënies funksion të këtyre mjeteve të piroteknik dhe fishek zjarreve, ato hidhen atje në detim pa përcaktuar dhe kemi pas probleme atë, megjithatë vitet e fundit neve kemi mundur që të i parandalojmë dhe kjo fatmirësisht sepse neve ndjekim një taktik të tillë. Neve çdo vit në kopshe, në shkolla, deri ke shkolla mesme, ne bëjmë trajnimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit. Në mënyrë që ne të japim mesazhin tek nxënësit dhe ata mesazhin e tyre marrin dhe trashëgojnë dhe shikojnë. Kjo është shumë e rëndësishme se rrit edukimin. Sepse kjo hyn edhe ka edukim, natyrisht ka edukimi. Por dua të them që nga viti në vit neve ne shohim që në sajt të masave parandaluese që ka dhe policia dhe neve bëjnë të mundur edhe është bërë mundur që të kemi sa më pak efekte, domethënë nga zjarri dhe nga dëmtime, domethënë nga incidentet që ndodhin. Përveç planit të masave dhe kësaj pune të mirë të bërë dhe shtirjes në territor, a i keni ju mjetet dhe duhura të cilët do t'i përgjigjen edhe dinamikës, po edhe ndryshimeve, sepse ka një ndryshim në mentalitetin e njerëzve, në strukturën e menaxhimit të qytetit, po dhe problematikat, ka shfaqje të reja të probleme të cilët nuk kanë ekzistuar më parë.
për shumë ngritje vertikale ka vështirësi. Rrugët e vogla lën pa mundësi të hyrjes së automjeteve. Mundësia e hapjes shkallëve të paktën nuk e di sa është ai po e quajmë distanca që duhet të hapet shkalla, a janë të mundura këto? Pra këto vështirësi të cilët duhet të gjendet një mënyrë për të ndihmuar shërbimin zjarfikës, se nuk mjafton vetëm dëshira, vullneti dhe profesionalizmi, por kërkohet edhe një infrastrukturë. Shiko, gjatë gjithë kohës që neve ndihemi në presionin e këtyre incidenteve që ndodhin, në radhë parë unë duhet të falenderoj domethënë forcat e rendit dhe sidomos aty të policisë rrugore, të cilët me t'i marrën ato, me t'i dhënë informacioni dhe me të marrë sinjalin, ata gjithmonë duke ditur që gjendja është tepër e rënduar. Për mos thënë domethënë që ne në situata vihemi në një situatë shumë të ngushtë dhe nuk dim se si të shpjegojmë të tjerët. Desha thosha që përpara 2 javësh një zjarr këtu tek pjesa Rotondos që ishte në Astir. Aty në katër anë dhe pikërisht ajo ndodhi 20 metra larg Rotondos. Imagjinohet gjithaj trafik i madh atje, o mos kishim forcat e policisë rrugore dhe të rendit. Dhe ata të bashkiake ishte e pamundur që të fillonin të vepronin, të vinin në kohën e caktuar mjetet tona. Se u deshën 2-3 mjete. Qoftë mjetet për shuar e zjarit, qoftë edhe autoshkalla atje, e cila na vështirësoi shumë punë, se pasi kishte shumë makina të parkuara aty. Megjithatë, kjo është gjendja. Ne nuk mund të bëjmë. Edhe mua mos pëlqej kjo salla që kjo erdhim që keti këtu, megjithatë të zhvillon një emision edhe neve jemi detyruar me ato mjetet që kemi dhe shqyrë që kemi dhe ato mjetet, nuk i kemi të qia mjetet. Ne si Tiranë, si Bashki Tirane, po kemi të vitit 2008 kemi të vitit 2004, kemi dhe të vitit 2012. Edhe bile kote fundit, neve kemi marrë dhe 3 mjetet të tjera, të fundit fare që kemi marrë 3 dhe me kapacitet shumë të mira. Gjenin 6 tonë, të cilat këto mjetet zjarfikse plotësojnë atë kuadrin situash të çdo lloj emergjence sado e madhe që vjet. Ka një strategji, sepse kemi një gjë në taktik midis zjarrit në pyje, midis zjarrit në zonat urbane dhe midis zjarrit në zonat të cilët mundësitë e hyrjes të këtyre ato mjeteve janë shumë të vështira. Keni mjetën me kapacitet më të vogël, por më të zhdërvjeta që mund të hynë në këtë hapësira. Shiko, neve zakonisht për nisjen e parë, themi neve, kemi ato mjetet tonë të zjarfikses. Marrim informacionin, neve zakonisht çojmë mjetet që kanë kapacitete deri në 2 tonë, në mënyrë që ajo të shkojë atje sa më shpejt tek vendi ku ka ndodhur incidenti dhe të mundohet të krijojë një perdë zjarri për mos e lejuar atë të kalojë nga një ambient në ambient tjetër. Pra kjo është detyra e saj. Deri në momentin që vinë dhe 2-3 mjetet tjera të përforcuara bashkë me një autobot ose 2 autobote në rastet veçanta, me bazën e sasisë dhe madhësisë së zjarrit që bie në atë incident që ndodh. Kështu që do të thosha këtë që shumë veta na konsiderojnë që në misioni jon nuk është vetëm shuarja e zjarreve në Pyje dhe në qendrat e banuar dhe në Pyje. Misioni jon është akoma më i gjerë, sepse ne marrim pjesë në tërmetet, pra është misioni jon. Ne marrim pjesë në aksidente, ne marrim pjesë në përbytjet dhe marrim pjesë në CBRN, pra në mbrojtje kimike, në lëndët e rrezikshme që ndodhin. Pra, mos e gjykojmë problemin vetëm që zjarrfiksja me që ka këtë, si duash, emërtesë, kjo merret vetëm me zjarr të Pyje dhe në qendrat e banuara. Pra, ne në misioni jonë është në 5 gjëra. Më kujtohet një herë kur Ratërmeti i 2019-s, duke punuar me ata të huajt atje, e pyes njëri nga ata, i Romun ishte ai, kolonel që ai, thash, more djali, thash, si bëni ju me këto zjarret, thash, në Pyje dhe këto, tha. Unë jam zjarfikës, ta, profesioni im është zjarfikës, ta, ndërsa zanati im është ky, tha. Pra, unë nuk di gjë tjetër, tha, unë për këtë përgatitem. Në sajtë kësaj edhe ne si Bashki Tirane kemi mundur dhe kemi krijuar 3 grupe. Grupin e mbrojtjes kundërkimike që e udhëhequn, kemi atë të tërmeteve, udhëheq një kolekt tjetër dhe atë të aksidenteve. Dhe këto gjithmonë kemi ardhur duke i trajnuar njerëzit si brenda vendit, si brenda qytetit, po ashtu edhe me rrethet të tjera, me bashkitë të tjera të Tiranë, të Republikës. Zoti Qeli,
Zoti Shehu tha me të drejtë që afër rotondës, pra rreth rrotullimit të Astirit, fal punës dhe ndihmës që dhanë forcat e qarkullimit rrugor dhe të rendit, që mundësuan dhe lehtësuan shërbimin e trafikut të futet dhe të krijojë autoritetin e saj profesional për shuarjen e zjarrit. Por a ka një qendër koordinuese? Për shembull, kujt duhet i bien telefonit qytetarët? 128-ës, 129-ës apo 127-ës të urgjencave, që sa për pak presim dhe zotin Braj që të vi në emision. Dhe nëse ka, si koordinohen këta forca me njëra tjetrën? Në shërbim qytetarëve, Policia e Shtetit ka aktualisht 2 numra. Numrin 128 dhe numrin e emergjencave 112. Dhe të gjitha raportimet, të gjitha shqetësimet që kanë i bëjnë raportimet në sallat e komandës dhe të kontrollit të drejtorive ose në shërbimin e informacionit të komisariateve të policisë. Këto koordinojnë, pastaj sipas informacionit, sipas detyrës që marrin, kryesisht po të lidhim shërbimin bashkë me shërbimin e kundër zjarrit dhe shpëtimit, ne koordinojnë dhe me njëra tjetër sallat. Pra salla e komandës dhe kontrollit komunikon me sallën e komandës ose sallën operative që kanë shërbimet e zjarfikse sipas territorit ku janë vendosura. Dhe ndërkohë bëjnë një lloj koordinimi edhe për shkuarjen në vendin e ngjarjes, pra në vendin ku ka ndodhur incidenti, për të bashkëpunuar strukturat së bashku. Por gjithmonë ajo që tha edhe kolegu, shërbimet e policisë janë të parat. Janë të parat sepse ne kemi shërbimet e kontrollit të territorit, i kemi në territor. Dhe me marrjen e informacionit, me marrjen e shqetësimit që ka qytetari, menjëherë salla komunikon me shërbimin që është në territor dhe ato shkojnë menjëherë në vendin ku ka ndodhur ngjarja. Dhe atje detyrat dhe detyrimet ne i dim shumë mirë se çfarë kemi, çfarë duhet të bëjmë sigurimin e vendit ngjarjes. Kur ka zjarre, normalisht që duhet merren masa për largimin e mjeteve, të gjendet mundësia qoftë me mjetet për t'i lëvizur, qoftë edhe për të njoftuar kur janë afërnojnë biznesi, se ndoshta qytetarët janë në biznes, në një fast food ose në një pikë tregtimi, dhe bashkëpunimi është shumë i mirë. Bashkëpunimi në momentin që shërbimi i zjarfikës ka shkuar në vendngjarje, gjen prezent shërbimet e policisë shtetit. Pra që kombinojnë të gjitha shërbimet e rendit, shërbimet e policisë rrugore, me qëllim që të krijojnë mundësinë për ndërhyrjen e shërbimit të zjarfikës për të realizuar ato qëllimet dhe detyrat që kanë përfundimtare për shuarjen e zjarrit, për zvoglimin dhe minimizimin e dëmeve të shkaktuara nga ky zjarr. Shiko, do të thosha këtë që realisht ne do të synojmë det krijimit të një numri që është i përbashkët. Ndoshta kjo filloi në një projekt që filloi me policinë, atëherës për 112 e kam fjalën, sepse realisht ne kemi amalgam numrash. Qytetari është shumë e vështirë. Në atë moment krize që mund të jetë ai të kujtohet ku duhet i vijë. Kështu që ne do të shkojmë drejt asaj, edhe Europa dhe gjithë asaj. Edhe përpjeket në fakt në këtë do të bëjnë, që të ketë një numër stabil, se kush e ka nuk ka rëndësi. Por ka rëndësishme është që këtij numri që i bie, që mund të jetë 112, siç e kemi neve përcaktuar, ai shkon dhe shpërndahet në të treja të këto shërbimet. Në të treja të vjen dhe vije kuqe dhe provizionin e shile dhe pra një koordinuese, një sallë koordinuese, po. Sepse bashkë do të shkojnë në një ngjarje dhe policia dhe zjarfikësia janë të treja këto shërbime që janë të pandashme. Kolegu tha aty që po është e vërtetë ajo, sepse këta kanë patrullat. Dhe në çdo vend që ne shkojmë, ne gjejmë policinë aty, ka rrethuar vendin, e ka minimizuar të, ka largon njerëzit, i evakuon. Por ajo është e rëndësishme që mos jenë këto 3-4 numra. Sinqerisht edhe ne ndihemi ngushtë ndonjëherë. Sepse merret policia në telefon e policia na lajmëron neve nëpërmjet asaj. Pra, do të ishte mirë dhe drejt saj po shkohet. Ishte një projekt pilot, nuk e di deri në ç'faza ka vajtur, që e mori përsipër të bësh, me që ka më kapacitete më të mira drejtoria policisë e rendit.
Unë do të thosha që kjo është pika, domethënë marrja e informacionit dhe shpërndarja në mënyrë të rrufeshme për një herë do të bëjë të mundur që secili të jetë në pozicionin në vendin e caktuar dhe në momentet kur kërkohet ndihma dhe ndërhyrja. Ndoshta nuk mund takon mua ta them zoti Softa, por edhe në objektivat që ka qeveria, ne të paktën ato që ne na përkasin është krijimi i një qendre kombëtare. Pra krijimi i qendre kombëtare të emergjencave, që do të bashkohen të gjitha shërbimet në një vend, që do të ketë një qendër për menaxhimin dhe duke shpërndarë edhe kompetenca deri poshtë, po do të krijohet një e-përbashkët për të gjitha shërbimet emergjente që janë që dalin për vendin. Kryejmë një shkëputje të vogël, kalojmë një spot publicitar dhe rikthehemi së shpejti në studio. Ndërkohë presim dhe zotin Brataj. U rikthyem përsëri në pjesën e dytë të emisionit Alo Policia. Gjatë kësaj kohe ne ishim në diskutime, kërkojmë ndjes që zoti Skënder Brataj për arsye objektive nuk pati mundësi të vinë në këtë emision, por ne do të mbetemi të hapur për faktin e rëndësisë atij institucioni, ku ne do ta trajtojmë në mënyrë të veçantë urgjencat kombëtare, po njëkohësisht dhe spitalin e traumës. Zoti Çeli, më falni për ndërprerjen, por shumë interesante ajo që po thonit. Dhe kjo është shumë e rëndësishme edhe për publikun, sepse shpesh ngrihet i njëjti problem, i njëjti shqetësim nga gjithë qytetarët në një kaos, në një situatë vështirë, kë duhet njoftojnë dhe me kë duhet komunikojnë. Tani me krijimin e asaj agjencisë, më saktë sepse do quhet një agjencia kombëtare e emergjencave, normalisht do të rregullohen edhe strukturat poshtë. Pra si do të funksionojnë dhe si do të bashkërendojnë të gjitha strukturat së bashku që të jenë në momentin e duhur për të dhënë ndihmën të gjithë qytetarëve. Dhe shpresojmë që të jetë sa më afërt dhe ajo që tha edhe kolegu, që ne nuk është se na ka munguar bashkëpunimi deri tani, por duke patur një agjenci kombëtare, duke patur edhe strukturat poshtë të kenë një koordinim më të mirë, mendoj që edhe rezultatet do të jenë më të mira dhe duke filluar që me kohën e reagimit, duke filluar me mënyrën e veprimit dhe të gjitha aktivitetin që kryen këto struktura në vendin e ngjarjes do të jenë më të shpejta. Ne kemi pasur mundësinë nëpërmjet një bashkëpunimi të vazhdueshëm me drejtorinë e përgjithshme të policisë, po edhe me Ministrinë e Brendshme, ku përfitoj nga rasti ta përgëzoj zonin Koqiu, por dhe drejtorinë e përgjithshëm zotin Proda, për mundësinë që ekspertë si ju të një niveli të lartë të jenë në këtë studio për të diskutuar problematika e cila vlen në informim për publikun, por dhe ta bëjmë më transparente dhe më produktive këtë punë që ju bëni. Prandaj studio Alo Policia sigurisht ka një mision, jo thjesht emision, që të lidh publikun me institucionet, por dhe të përmirësoj punën e tyre. Ne në fund të emisionit do të kemi dhe një pamje shumë interesante në një video dhe regjistrimi që kemi bërë në sallën operative të drejtorisë të mbrojtjes nga zjarri, momenti kur zbresin forcat dhe hypim në automjet dhe vështirësitë që ato kanë. Por meqense këtë ta japim në fund të emisionit, përfitoj nga momenti për të kthyer tek salla operative. Për ju, si mbrojtje nga zjarri, për policinë e shtetit Alo 29 që do të jetë një emision i veçantë, si veprojnë ata, por edhe për urgjencat, sigurisht që sallat duhet të jenë bashkëkohore, t'i vlejnë strukturës, t'i vlejnë qytetarëve dhe t'i jetë në ndihmë tyre. Sallat që ka sot drejtoria ose shërbimi juaj, është një sallë qendrore, është një sallë e unifikuar për gjithë pikat që ju keni? Po, është e vërtetë ajo, në sallën tonë, e cila është 24 orë non-stop, neve shumë vite, kemi shumë vite tashmë që informacioni shpërndahet njëkohësisht në të gjitha stacionet, qoftë edhe ato të tuneleve, siç kemi tunelin e Elbasanit, apo edhe të kote fundit ato të Murizit. Në sajt të vendosjes në dispozicion të 3-4 radiove, e cila shpërndahet në mënyrë, pse është kjo? Në mënyrë që çdo stacion që ndodhet më afër ose ai tjetri që ndodhet të nisën njëkohësisht në një vend ngjarje. Pra, në një vend ngjarje që ndodh, në një incident që ndodh, nëse policia ka atë, ne jemi detyruar të shkojmë me 2 stacione të nisën drejt
në mënyrë që të arrijmë sa më shpejt dhe të eliminojmë atë vatër zjarri ose atë incident që na ndodh. Sistemi i lajmërimit, me thënë drejtën, sa vjen edhe po përsoset më tej. E marrim informacionin dhe njëkohësisht informacioni shpërndahet tek të gjitha stacionet e tjera. Pra të gjitha janë në korrent dhe të gjitha ndjekin situatën gjatë gjithë kohës njëkohësisht. Dhe nuk ka qenë nevojë asnjëherë që si komandë incidenti në cilën ndodhet mua për shembull në ato objektet që kam unë atje në periferin time ose në stacionet e mi, atje për një herë niset dhe komandohet nëpërmjet radios dhe vinë forcat për të ndihmuar dhe për të eliminuar pasojat e zjarrit ose të një incidenti tjetër si shumë. Po qeveria shqiptare ka qenë gjithmonë e interesuar. Po desha të thosha këtë që po, për investime dhe unë desha të falenderoj, domethënë falenderoj jo, por kryeministri vetë ka vënë fokusin si vjet tek zjarrfiksja dhe ke adresat. Dhe mendohet që ne do na jepet një ndihmë shumë e madhe, pra do t'i kushtohet shumë rëndësi, sidomos pjesës strukturave të zjarrfiksjes. Qoftë me mjete me pajisje, po dhe në krijimin e kushteve të mira, të përshtatshme për krijimin e një akademie, se realisht neve nuk kemi shkollë, akademi për përgatitje. Pra nuk ka shkollë për shërbim zjarrfikës. Pra zjarrfikës nuk bëhesh në një shkollë, po bëhesh në vetë kurse, mos gaboj. Po, nëpërmjet kurseve, është ngritur atje në sajtë një asuj që u bë, kemi ngritur dhe fatmirësisht neve shkojmë dhe bëjmë atë trajnimin tek shkolla e Akademisë së Sigurisë Policisë atje. Por na kanë shërbyer shumë, sidomos këto trajnimet që kemi bërë me këto forcat e rendit dhe sidomos me urgjencën. Për shembull, vitin e kaluar, neve kemi bërë të 3-4 mësime treguese, të trajnuese, në thellësi nëpërmjet forcave të zjarrfiksës, të forcave të rendit dhe urgjencës kombëtare. Këto kanë bërë të mundur që ne të intensifikojmë atë punë dhe bashkëpunimin dhe bashkëveprimin në rast të incidenteve. Sepse kuptohet, në rast që kemi të bëjmë me një proces zjarri ose incidenti, komandanti i incidentit është zjarrfiksja. Në rast se kemi një supozojmë është një protest ose është një grevë ose është një ndeshje stadiumi, komandanti i incidenteve janë ata të policisë. Në të kundërt, edhe ata të urgjencës në rast se ka një epidemi tjera, ata janë komandantë i incidentit. Por, njëkohësisht po e theksoj edhe një herë që ne të tre këto forcat nuk mund ta imagjinojmë dot veten ton, sepse nuk menaxhohet mirë situata, nëse nuk kemi edhe të shërbimet atje. Po shkojmë drejt një teknologjie ku edhe celularët që kanë qytetarët ndronë her pas here teknologjia dhe qytetarët kanë dëshirë të kenë telefonin e fundit, që të kenë mundësi edhe për të komunikuar, po edhe për të dhënë informacione. Kjo gjë duhet të reflektohet edhe tek shërbimi i zjarrfikës, tek policia e shtetit, tek urgjencat, të gjitha ato shërbime që janë në ndihmë të qytetarit shqiptar. Po i drejtohem një ekspert i ekonomie me një eksperiencë të gjatë. Nëse do t'i kërkonim dhe do t'i sugjeronim qeverisë shqiptare që të investonte për të bërë një sallë më të mirë, një sallë më të aksesueshme, në një sallë që do t'i vlente vërtet shërbimit, jo vetëm thjesht shërbimit të mbrojtjes nga zjarri, por edhe vetë qytetarëve që të kishin në vetë aplikacioneve tyre mundësinë të shikonin për sa kohë vjen makina, në çfarë pozicioni është makina, sa kohë i duhet në GPS-s, është shumë e rëndësishme ta lidhim qytetarin në hall dhe në problem. Dhe atë është zjarrfiksin që unë e mirë kuptoj dhe e shikon edhe nga pamjet sa të vështirë ka ai me një mjet tonazh lart të qarkullojë në këtë rrugë, të cilët nuk është fare as i policisë, as shërbimit, por është infrastruktura, e cila duhet përmirësohet dhe duhet ndryshohet. Sa kushton një sallë dhe çfarë mund të bëjmë me një sallë të tillë? Sot në fakt ka ardhur koha e digitalizimit, që të lesh shërbimet e emergjencave, qoftë të zjarrfikseve, qoftë të urgjencave, po edhe të policisë, besoj do të jetë pak më avancuar këtë aspekt, pa një sistem digjital, po themi jemi shumë mbrapa në drejtim. Është emergjente për kushtet aktuale për zhvillimin, sidomos flas për qytetin e Tiranës, këtu të paktën ne ku jetojmë, edhe për zhvillimin e madh që ka marrë Tirana, duhet patjetër që sistemi, sidomos sistemi zjarrfikës, të ketë një sistem digjital të vetin. Çfarë do thotë sistem digjital? Ajo të monitorojë
edhe të ketë akses në çdo kohë në rrugën më të shkurtër për të arritur në vendin e aksidentit të ngjarjes së zjarrit, duke kursyer presupozohet ose llogaritet që një sistem i tillë mund të kursejë deri në 30% të kohës të shkojë në ngjarje, që është goxha ndihmë e madhe për të shpëtuar qoftë edhe jetë njerëzish. Duke bërë një llogaritje të përafërt, të paktën kemi bërë një llogaritje për qytetin e Tiranës, duke marrë të dhëna edhe për raste në ngjashme në Europë, për qytete të ngjashme në Europë, madhësinë e Tiranës, me kushtet e Tiranës, një sistem i tillë digital i aksesueshëm nga forcat e zjarrfikseve nuk është thjesht si sistem pa llogaritur pastaj po themi kostot e tjera infrastrukturore, po themi sallën operative që ka nevojë për kamera, ndërtesa dhe të tjera që ta bëhet më moderne, po vetëm thjesht sistem nuk shkon më shumë se 150.000 euro një investim i tillë, i cili do të jetë akses komandës zjarrfikse, sallës operative, që ajo të ketë ndërlidhje edhe në kontroll të gjithë qytetin e Tiranës. Çfarë mund të bësh me 150.000 euro? Ajo ka sistemin GIS, që është sistemi i ndërtesave, po themi i rrugëve, i zonave të rrezikut një harë digitalizuar, ku punoj si sallës operative është në gjendje që e ka Bashkia e Tiranës sistemin GIS, e ka të ndërtuar ajo, e përdor ajo për nevojat e veta, për nevojat urbane, për sistemin e kanalizimeve dhe të ujit. Tirana e ka, Bashkia e Tiranës e ka në administrim një sistem GIS që e përdor për nevojat e saj. Ndërkohë që sistemi forcat zjarrfikse nuk e ka një sistem të tillë, e cila do ndihmonte shumë. Kjo i bashkangjitet aplikacionet të tjera që ndërlidhen me aplikacionet online nëpërmjet celularëve, nëpërmjet analizave të rrezikut, po themi edhe në gjetje së rrugës më të shkurtër, të gjitha kjo bën një analizë vetë sistemi që të çon në vendngjarje në kohën sa më të shkurtër. Tirana, me sa tha komandanti, ka 7 pika zjarrfikse, ndërkohë nëse është ky sistem, ai nëse bie zjarri në një vend edhe jepet sistemi automatikisht ja dërgon sistemit më të afërt, postës më të afërt zjarrfikse se kush duhet niset e para atje, pavarësisht edhe të tjera. Kështu që ajo ndërlidh të gjithë forcat e zjarrfikse, i bën një ndërlidhje automatike, merr informacion secili post, me thënë komandë zjarrfikse, edhe reagimi është shumë i shpejtë. Ka ardhur koha, nëse pastaj kalojmë ke projekti që tha komandanti i madh që Shqipëria do kaloj me agjenci emergjenca shkombëtare, atëherë kjo është akoma një gjë shumë e mirë, shumë e vlefshme, shumë e nevojshme. Kosto do jetë normalisht më e madhe sepse ajo përfshin shkallë vendi, përfshin të gjithë shumë struktura, do një analizë më të mirë, po edhe kjo pa diskutim edhe për efektin, për shkakun se ne shumë shpejt pretendojmë të aderojmë të hyjmë në Bashkimin Evropian, është një emergjencë e jashtëzakonshme që është një sistem që duhet ndërtuar. Kostot, për shembull, po merja, po shikoja që Kroacisë, sistemi i zjarrfikseve për gjithë territorin e Malit të Zi i ka kushtuar 1.8 milion euro. 1.8 milion euro. Për gjithë Malit Zi që ka 500. Më fal, të Kroacisë. Të gjithë Kroacisë, kosto e zjarrfikseve, sistemi i zjarrfikseve i ka kushtuar 1.8 milion euro. Ndërsa për këto sistemet lokale pastaj, që janë siç është Tirana, nuk shkon më shumë se 150.000 euro. Pra për 150.000 euro, që është një automjet, ne kemi mundësi të ndërtojmë një sallë operative. Përmet emisionit sigurisht që i drejtohemi institucioneve, të cilët sigurisht nuk është se nuk e kanë në strategjinë e tyre. Është e përballueshme, por që është një shumë, qoftë me donacione, qoftë me investime të vetë qeverisë, qoftë me çdo lloj forme investime të kësaj natyre ku në një GPS në vendosën në automjet, në vend një aplikacioni ku qytetari në moment që kërkon i niset vendodhi automjetet dhe ai kohë reale shef pozicionin e zjarrfikëve dhe sa kohë do ai automjet vinë në vend ngjarje, sigurisht që e vën dhe përpara përgjegjësisë të stacionit dhe këto stacione. Por vështirësi patjetër që ka, koha ka ardhur për investime,
Tirana rritet gjithmonë, jo vetëm në dimension, po dhe në problematika, dhe sigurisht e shërbimet duhet i përshtaten të adoptohen një modernizimi e cila do të vijë në automjeta, ku pse jo, kur çdo qytetar sot ka një navigator dhe mund të shikojë për të gjetur rrugët, të njëjtën gjë do të ketë shërbimi Zerfikës, është shumë e rëndësishme, mos rrim më me mjetet vjetra që i takon shumë vite më parë, po sigurisht duke vi përmirësuar dhe do vim edhe tek burimet njerëzore. A janë burimet njerëzore kapaciteti i duhur? A i ka shërbimi Zerfikës këto kapacitete? A janë ato të mirë paguar? A mungojnë ato mjetet që ata duhet kenë? Edhe të tjera janë shumë të rëndësishme që ne t'i trajtojmë pikërisht në këtë emision, sepse vetëm kështu i vim në ndihmë dhe ndihmojmë edhe vetë shtetin duke bërë një lloj analize profesionale të sinqertë dhe vetë kjo prezenca juaj tregon edhe një herë hapjen dhe ndryshimin e një mentaliteti që komunikimi me publikun është shumë i rëndësishëm, sepse në fundit është baza e ndërtimit të shërbimeve që të jenë eficiencë. Policia e shtetit ka një sallë operative. Policia e shtetit sot kontrollon territorin. Policia e shtetit sot ka kapacitete që vijnë dhe rriten, por sigurisht edhe policia e shtetit ka nevojë. Sot mos gaboj u fol për një në përgjithësi është folur për një smart city, por rritjen e kapaciteteve të policisë, por rritjen e mundësisë së shpërndarjes së informacionit. Po vetë policia në trajnim brenda saj i ka kapacitete njerëzore? Për sa i takon investimit të sallave të komandës dhe të kontrollit që ne kemi, vërtet policia e shtetit është investuar. Ka vite tashmë që në drejtorinë vendore të policisë Tiranë është një sallë që është mund të themi moderne, që kontrollon të gjitha shërbimet që janë në kontroll territori në Tiranë, kontrollohen në mënyrë elektronike dhe nuk është se kemi probleme. Është edhe në 11 drejtoritë e tjera vendore është bërë investim, kohët e fundit janë bërë investime dhe janë konsoliduar shumë mirë me mund të themi me të gjitha pajisjet dhe kushtet edhe të personelit që shërben atje janë shumë të mira dhe të monitoruara gjatë ndërtimit të tyre, janë monitoruar edhe nga partnerët tonë dhe janë shumë të kënaqur me kushtet. Kjo është drejtoria e përgjithshme si sallë ku ndodhet salla? Jo, sallë, drejtoria e përgjithshme e policisë e ka tek qendra, ka një sallë që do kërkohet ndoshta në të ardhmen për të përmirësuar, po drejtoria vendore e policisë Tiranë e ka, mund të them që është më domosdoshme, sepse territori është më i madh, ngjarjet janë më të mëdha, incidentet janë më të mëdha, dhe normalisht që ka një sallë shumë të mirë që i kontrollon dhe i monitoron të gjitha shërbimet ku i kemi në çdo moment. Ne dim se ku janë shërbimet në çdo moment. Se sallë, edhe kamerat e vendosur në kryqëzimet, vendosur në semafor? Për sa i takon kamera, pastaj ka tjetër mënyrë të kontrollit, sepse deri tani ka kamera. Ne i kemi në monitorim, por me projektin që para pak ditësh ka lançuar edhe kryeministri dhe ministria e brendshme, që u firmos edhe marrëveshja me një subjekt në Abu Dhabi, mendojmë që do të jetë nëpërmjet inteligjencës artificiale do të ketë një zhvillim shumë të madh dhe do të rritet siguria e garantuar, që do të rritet siguria në parametra shumë të lartë. Pasi kjo do të shtrihet në 20 qytete të vendit në pra në rrugët kryesore, janë rreth 2000 kamera që do të vendosen dhe janë kamera me rezolucion të lartë dhe që do t'i shërbejnë shumë sigurisë së jetës së qytetarëve dhe në tërësi garantimit të sigurisë së pronës së kolektive dhe pronës private. Ne jemi në fund vit, pak ditë na ndajnë nga mbyllja e vitit. Duhet jenë të qetë besoj qytetarët e Tiranës në raport me masat që ka marrë policia e shtetit? Dhe çfarë këshillash jepni, të paktën gjatë ndrimit viteve dhe gjatë periudhës, çfarë ata duhet të dinë dhe çfarë ata duhet të shmangin, që të mos krijojnë incidente? Pak ditë më parë u bë edhe lançimi i planit të masave të drejtorisë përgjithshme të policisë shtetit dhe ajo që thash edhe në fillim është shtrirë nga të gjitha drejtoritë vendore. Po kontrollohen në bashkëpunim edhe me strukturat tjera që kanë detyrimin po kontrollin e tregjeve, po kontrollohen të gjithë aktiviteti me lëndët, ato që thamë me lëndët piroteknike, kryesisht këtu jemi te lëndët piroteknike dhe tek fishek zjarre. Ato janë në bazë të ligjit, ka filluar tashmë në datën 15 dhjetor
ka filluar tregtimi I këtyre lëndëve piroteknike deri në datën 1 janar. Po kështu, sipas kategorive që unë përmenda më lart që mos të përmendim gjithmonë llojet dhe rrezikun e këtyre kategorive, ndërsa për ato kategori që kërkohet një njohuri të specializuara, fillon tregtimi I tyre nga data 27 dhjetor deri në datën 31 dhjetor. 3 gjet janë të monitoruara. Janë bërë deri tani mund të janë rreth 1200 kontrolle në gjitha 3 gjet nga 12 drejtoritë vendore. Janë bllokuar rreth 1000 fishek zjarre, 270 artikuj të ndryshëm dhe rreth 360 kapsolla. Janë proceduar 6 persona dhe për të cilat janë referuar materialet në prokurori sipas territorit që kanë drejtoritë vendore. Këto janë kontrabandë që vinë jashtë linjave të kontrollit në dogane? Këto jo se janë kontrabandë, por janë gjetur jashtë kritereve. Jashtë kritereve, pasi po të kemi në konsiderat referencën e ligjit, ajo që përmenda më parë, një person mund të ketë deri në 2 kg lëndë piroteknike, që pra mund ta blej dhe ta ketë në administrim për ta përdorur sipas kritereve që u thash dhe më parë me moshën 12, 16, 18 vjeç dhe mbi 18 vjeç. Dhe subjektet që normale që janë të licencuara për përdorimin e tyre. Një kiosk mund të mbaj deri në 10 kg lëndë piroteknike. Për shkak të rrezikut. Po, për shkak të rrezikut, pra, dhe kjo është rreziku, ajo që tham më përpara, dhe prodhuesi këtë llogaritë rrezikun, nivelin e rrezikut që mund të ketë administrimi, magazinimi dhe tregtimi I këtyre lëndëve piroteknike. Ndërsa një dyqan ose një pikë shitje tjetër që është më e madhe, nuk mund të mbaj më shumë nga 30 kg. Gjithmonë, ajo që tham për ruajtjen e qëllimi gjithmonë është ruajtja e jetës, e shëndetit dhe e pasurisë qytetarëve dhe pasurisë publike. Ky informacion që jep zoti Çeli patjetër është shumë rëndësishëm për gjithë ato tregtarët që këto ditë bëjnë furnizime dhe mbajnë. Është shumë rëndësishme të mos e shkelim ligjin, sepse mbi të gjitha ne do të parandalojmë ngjarje. Prandaj mesazhi juaj është shumë I rëndësishëm që jepni edhe për tregtarët që nuk e dinë se sa duhet mbajnë nga këtë lëndë për shkak të rrezikut që ato mbartin. Këto pika, si thash kioska apo pikat e tjera që tregtojnë, në fakt janë të licencuara nga njësitë administrative. Dhe nuk mund të themi që ato njësi tregtare që merren me tregtimin e tyre nuk I din kriteret. Por mund të them që I shkelin me dijenin e tyre, me dashje. Kështu që hajde se koha është e shkurtër, të mbajmë, të tregtojmë dhe të fitojmë. Por gjithmonë duhet të fitojmë brenda edhe kritereve ligjore. Kështu që të gjitha njësive tregtare u bëj thirrje që si të zbatojnë kriteret janë vendosur në ligj. Të administrojnë dhe të tregtojnë sipas kategorive të lëndëve piroteknike dhe fishek zjarreve. Se ato që janë për përdorimin në teatr të jashtëm, kuptohet janë pika që janë më të mëdha dhe më të licencuara. Gjithashtu, dua të bëj thirrje të gjithë qytetarëve. Normalisht të gjithë po përgatiten, të gjithë duan të festojnë, u festuan Krishtlindjet, duan të festojnë vitin e ri që është për ne, për popullin tonë është një fest më e madhe, por gjithmonë të zbatojnë kriteret. Të zbatojnë kriteret dhe dua që kryesisht prindërve. Prindrit të mos letu privojnë fëmijëve të tyre përdorimin e fishek zjarreve që janë për mosha që përdoren mbi 18 vjeç. Jo gjyshërve, sepse gjyshit normalisht janë më të kujdesshëm, nuk I blejen dhe nuk a japin për të përdorur. Le të bashkëpunojmë të gjithë së bashku që të minimizojmë sa më shumë incidentet nga lëndët piroteknike. Duke uruar edhe njëherë gëzuar festat, të jemi me sa më pak incidente gjatë këtyre festave të fundit. Zoti Shehu, çfarë do t'i uroni shqiptarëve, meqense edhe ju sigurisht në bashkëpunim me Policinë e Shtetit keni një mision shumë të rëndësishëm, madje jeni juaj që përballeni me zjarret, me fatkeqësitë, qoftë edhe me shpëtimet, ashtu siç e thatë ju.
se kur mbetet edhe një banesë, kur shkon do hypet në të lartësi, kur mbetet atje në brenda jeni ju e përballet me këtë lloj vështirësie. Shiko, desha të theksoj edhe pak më para në lidhje me atë mospasjen e një sistemi digitalizimi. Neve kemi ndjekur një praktik të tillë pune. Shkurt lutem se ne jemi në mbyllje të emisionit. Mbyllje. Apo mirë. Me qefi mbylljes kur e them pastaj. Jo, ne do të ndalojmë në mënyrë të veçantë, por doja çfarë ju i jepni mesazh qytetarëve shqiptar dhe urimi juaj për shqiptarët për festat e vitit të ri. Shiko, mesazhi im është në radhë të parë tek anvisat në shtëpi. Duhet që bombulat e gazit të shkojnë dhe t'i kolaudojnë atje ku janë pikat e caktuara. Pra të mos i mbushin ato vende pa vend. Në vendet pa autorizuara. Pa autorizuara, pa kolauduara. Sepse kjo bën të mundur që ne të terrorizojmë një sër defekte që mund të ndodhin dhe incidentet me të tilla bombula, sidomos ato që janë një përdorim që përdoren për kamping, ato janë shumë të rrezikshme. Po të them që në më të shumtët e zjarreve që na ndodhin neve janë nga funksionimi i këtyre bombulave të gazit. Ato janë një përdorimshme dhe ato duhet të dalin jashtë përdorimit. Janë për një kamping, përdore, mbaroj, hidhe, largohe. Do t'i thosha që anvisat, sepse detyra kryesore e anvisave krahas për të përshpejtuar atë gatimin e pritjes natës vitit të ri, ato gatuajnë jo vetëm me korrent, po vën funksionim edhe gazin. Duhet të jenë shumë të kujdesshme, pasi gazi është një prandaj themin që duhet të kolaudohet, sepse na ka ndodhur në shumë raste që ai tubi përcjellës që vjen nga bombula për të vajtur tek vatra e zjarrit, në të cilët i gatuan, ai ka një kohë, ka një limit kohor dhe ai edhe të tregon shumë të kujdesshme edhe gjatë funksionimit të vatrave të zjarrit, qoftë të sobave elektrike, qoftë edhe këtyre, pra t'i fikin ato, t'i përdorin me një koqërllëk edhe me kujdes të veçantë. Ja si është urimi nga profesionistët që edhe natën e vitit të ri, por edhe gjatë kohës që anvisat duhet përgatisin, duhet kenë masat e zgjurimit. Zoti Zepishta, urimi juaj se ju jeni ekonomist dhe si tillë, çfarë urimi jemi shqiptarëve përveç ushtarakëve profesional. Duke përmbajtur këtë emisioni, uroj që të gjithë qytetarët e Shqipërisë të gjejnë një bashkëpunim sa më të ngushtë me forcat e strukturave edhe të policisë, edhe të zjarrfikseve, edhe të urgjencave, që të kenë një marrëdhënie sa më të mirë edhe mbështetje sa më të madhe ndaj tyre. E dyta, si ekonomist dhe financier, uroj që viti 2026 e para të gjejmë shëndet të mirë, e dyta sa më shumë ekonomi efektive dhe para në xhepet e tyre. Të nderuar teleshikues, jemi në fund të emisionit ton. Alo Policia është emisioni i fundit për vitin 2025, por mos u shkëpusni nga ekrani, pas pak do të ndihni një demonstrim se si shërbimit zjarrfikës, nga salla operative, nga momenti i daljes, hypjes në automjet, dhe sa vështirësi kanë ato gjatë ecjes tyre në qytet. Dhe ndërkohë duke uruar gëzuar vitin e ri, gëzuar kudo që të jeni brenda dhe jashtë territorit shqiptar, do të jetë një vit i mbar, më i mirë dhe një vit i shëndetshëm mbi të gjitha. Por që të kemi një vit shëndetshëm dhe të mbar, duhet të jemi të kujdesshëm që mos kemi incidente, mos lëndohemi, sepse na duhet në radhë para shëndeti, sigurisht dhe ekonomia. Ju uroj një vit mbar të suksesshëm kudo që të jeni. Faleminderit nga unë Fatin Softa, nga emisioni Alo Policia. Përshëndetje, jemi në stacionin qendror të shërbimit zjarrfikës të kryeqytetit, zona 21 dhjetorit. Jemi në sallën operative. Jemi në një intervistë me një zonjë, e cila është edhe operatore e këtij shërbimi. Emri juaj lutem? Po, Ardiana Pinani. Punoj këtu për shumë vitesh. Jam në gradën kryezjarrfikse. Ne punojmë se sallës operative, gjithsej ne këtu punojmë 5 zonja të nderuara. Shërbimi është 24 orë për 24 në shërbim të komunitetit. Njoftimet vjen në rrjet telefonit. 128 mos gaboj? Po, mjeti i punës është telefoni, numri i tij është 128. Emergjenca civile, vjen te emergjenca civile si 112, 129, shtu telefonit që dhe me këto shërbime ne rekordojmë për rastet të ndryshme. Ka shumë telefonata legjitës? Po, ka shumë telefonata, jashtëzakonisht shumë telefonata gjatë ditës.
Unë mendoj dhe demografia, shtrirja e madhe e Tiranës. Gjithsej në shërbimin e Zjarfikës ne kemi rreth 20 stacione Zjarfikës. Që në çdo lagje ka një shërbim, një stacion Zjarfikës për Sa lagje. telefonata vinë që mund të shqetësojnë dhe mbase nuk janë numra që janë për hall, për zjarr, për probleme. Ka dhe shqetësime që ju shqetësojnë dhe janë telefonata falso po e quajmë ose telefonata të cilët më shumë janë shqetësuese? Po ka shumë telefonata shqetësuese, po kryesisht nga fëmijët, të papërgjeshëm, minoren. Po ne me përvojën që kemi këtu, ja na shkalojnë, i bindi mos t'i bien numrit 128, se mbas çdo minute të zënë nga ta, mund të ketë nevojë një qytetar Bashkisë Tiranë për në një rast zjarri, për në një rast ndërhyrje e tjerë. Profesionale. Ai që është në zjarr, është në hall, është në problem. Po. Në rastet ku ka një situatë ku personi shumë i shqetësuar, përveç marrjes njoftimit dhe dhënies detyrave, qëllon që jeni në kontakt me të për të krijuar të paktën në momentin e parë të qetësisë apo jo? Atëre, me marrjen e telefonatës, qytetarët në rast të parë janë të shokuar për rastin, sidomos në rast e zjarri të pronave, si është banesa, ose institucion, ose ndonjë bar kafe, ose ndonjë biznes i vogël i tyre, janë në alarm. Unë e pa që bëj ruaj qetësinë se ne jemi në shërbimin tuaj dhe do vim menjëherë në ndihmën tuaj. Vetëm përqendrohu në adresën e saktë që të më japësh mua. Edhe ashtu ndodh. Përqendrohen dhe më japin në adresën e saktë. Dhe duke qenë adresa e saktë, ne shkojmë shumë shpejt në vendin e ngjarjes. Kjo salli plotson të gjitha nevojat, ka nevojë për një modernizim të saj për të pasur më shumë, po themi, në GPS-s ju të kontrolloni vendodhjen e lëvizjen e automjetit, apo kjo nuk është në këto nivele? Normal, nuk kemi në nivelet europiane të një salle operative zjarfikse, por mendoj me hyrje në BE do vim dhe këtu si GPS që thatë ju, ose hartën komunikuese, që ku ndodhet makina, do ketë çdo makinë në GPS, mendoj se googulloj edhe jam interesuar, shikoj dhe sallat model që janë në Europë, kudo në botë. Falenderoj shumë. Kjo është një informacion i hyrë për qytetarët për të kuptuar sakrificën që kanë dhe sa herë që t'i bie një numri për të humbur kohën, nuk do ta bëjnë sepse dikush tjetër mund të ketë nevojë. E vërtet. Faleminderit shumë. Ju lutem. Po, zjarfikse e Tiranës jemi. Po, digjet automjeti këtu ke rruga Sulema Delvina, të lutem më çoni një zjarfikse. Po, me njëherë, në afërsi të kujt objekti aty te Sulema Delvina? Këtu në hyrje të rrugës Sulema Delvina, ke cepi stadiumi Dinamo, i stadiumi Dinamo. Të kuptova. Ja, me njëherë. 22 i dajte, si më ndronë? Digjet një automjet në hyrje të rrugës Sulejman Delvina, si më kuptove? Vazhdoni dhe nxitoni. Po, kuptova.
Përshëndetje. Përshëndetje. Emri juaj Saki Sheshi. dhe roli? Komandant shërbimi ose drejtues i shuaj zjarrit. Shkoni, jemi në kuadrin e emisionit Alo Policia, e cila ka siguri në fokus, dhe në kuadrin e kësaj ne bëm një test për të parë gatishmërinë, për të parë lëvizjet, po dhe vështirësitë që ju keni. Sinqerisht, unë mund të them fjalët më të mira në mbështetjen tuaj, jeni vërtet heroj me këtë trafik dhe me këto vështirësi që ka, po si ja dilni? Si ja dilni ti përballoni këtë punë? Atëherë ne kemi shoferat të përgatitur, sidomos se trafiku në Tiranë, sidomos në pikun e vet, është shumë i vështirë të lëvizësh, po shoferat tonë janë, domethënë, profesionistë dhe vërtet mundohen që të shkojmë sa më shpejt në vendngjarje. Ne për shembull jemi 6 stacione në Tiranë dhe mundohemi që ta kapim për shembull për 5-6 minuta ta kapim çdo zjarr brenda ataj pjesës që na takon. Është shumë interesante edhe koha. Ne morëm sallën operative, momenti që vjen telefonata. Nga momenti i marrjes telefonatës, nga momenti i daljes, sa është koha e reagimit? Koha e shpejtë e daljes. Atëherë, ne e kemi kohën e reagimit nga sinjali që merr salla operative dhe na jep me anën e ziles zjarrit. Ne duhet dalim për 40 sekonda, duhet dalim nga stacioni. 40 sekonda? Duhet dalim. Kurse natën e kemi deri në 1 minutë. Në 1 minutë ne duhet dalim nga stacioni. Dhe unë duhet të raportoj që kam dalë nga stacioni për 1 minutë natën. Dhe pasaj vajtja në vendngjarje është maksimumi për shembull 5-6 minuta, jo më shumë. Sidomos natën e kemi më të lirë punën sepse nuk ka trafik, kurse ditën ka trafik dhe na vështirëson. Si jeni të organizuar, sepse ju nisët nga një zona e njëjore e 21 dhjetorit. Koha e arritjes ishte shumë e shpejtë në raport me trafikun që kishit. Po nëse ka zona më të thella, më të largëta, ka një shpërndarje të makinave të shërbimit zjarfikës apo është qendrore? Po. Ne në për shembull stacioni jonë është ka vetëm pjesën e Unazës Tiranës. Brenda Unazës. Kurse stacionet e tjera i kanë të ndara me zona. Dhe ne jemi 6 stacione. Dhe të gjithë, domethënë, reagojnë në sa më shpejt. Pastaj kur ka nevojë që zjarri ka me përmasa na thërresin dhe stacionet e tjera të shkojnë për ndihmë. Emisioni ka vetëm një qëllim. E para ta informoj publikun lidhur me ato vështirësi dhe me atë lloj profesionalizmi që ju keni, por gjithsesi dhe për vështirësitë që keni, sepse nëse ne nuk bëhemi transparent për vështirësitë, patjetër ne kërkojmë t'i korrigjojmë dhe t'i sistemojmë që të shkojnë në drejtim të një shërbimi modern, të mirë paguar, të trajtuar, të trajnuar e tjerë. A jeni të kënaqur me pagat? Jo. Njeriu nuk, jo zjarr fiksi, po njeriu në përgjithësi nuk kënaqet asnjëherë me pagë. Jo, nuk është çështje e kënaqësie, është çështje e vështirësisë në raport me atë që ju bëni dhe me atë që sot kërkohet që t'jeni zjarri është kryesorja në këtë vend. Tërmeti, fatkeqësi natyrore, por dhe përmbytjet. Atëherë të them edhe diçka tjetër. Në përgjithësi, kur trajtohet puna e zjarrfiksës, thonë që keni punë të vështirë, duhet keni trajtim të mirë, po kur është puna për të trajtuar, faktikisht ne nuk marrim atë që meritojnë. Makinat janë të mira, ka nevojë për përmirësim të teknologjisë? Makinat nuk me gishtat e dorës janë të mira. Të kujt viteve janë kryesisht? Të ndryshme, duke filluar që nga 75-a, që nga viti 1975 e më radhë. Ja, kjo makinë që kemi këtu ne, kjo është makina më e mirë. Më e mirë, e kujt viti kjo? Kjo është 2011-s. 2011-s. Po, trajnime bëni her pas here? Dëgjoni, ne në stacionin e qendrës gjithmonë jemi, domethënë kemi orar veprimesh dhe trajnim për ditë. Domethënë unë në drejtimin tim gjithë stafin i bëjnë trajnim, domethënë edhe militar, shtrirë formacionesh, duke vendosur aparatet, për shembull kërkim shpëtimit, domethënë këto në drejtimin tim ja u bë gjithë efektivit, domethënë e kemi të programuar. Përveç vështirësive që ka për rrugët që janë me trafik të tillë, që e pam bashkarisht në ishim në automjet. Dhe nuk ka korsi emergjence që është për shërbim zjarfikës, për ambulancat, për policinë e shtetit e tjerë, por si ja bënit për ndërtimet e larta, Tirana është ngritur shumë vertikalisht. Dhe rrugët janë ngushta për të hyrë me automjet. Ky është problemi vetë, jo vetëm ndërtimet e larta, por edhe parkimet nëntoksore, që janë në -1, -2, -3. Kur bin zjarre në këto raste, ne e kemi shumë të vështirë,
dhe zjarret janë nga më të vështirat. Sepse përveç tymit, temperaturës, në mbushen dhe ambientet e pallatit mbushen me tym, loz, dhe banorët të alarmuar kërkojnë ndihmë. Atëherë ne shkojmë disa stacione sepse kërkojnë shumë personel zjarr fiks që të vim, duhet të evakuohen njerëzit, duhet të vendosen autoshkalla, duhet luftohet zjarri sepse edhe zjarri në katet minus do shumë njerëz të ashtu sepse mund të ndrohen zjarr fiksat, futen dy, kalojnë me radhë. E kemi domethënë janë problematik këto. Katet e larta ne kemi një autoshkallë e cila është 54 metra. Por si hapet ajo? Ka distanca për të hapur? Ajo është 6 metro me 12. Kështu që e kemi të vështirë këtu në Tiranë me përdor. Pra deri në çfarë lartësie mund shkosh? Ne maksimumi ne tani shkojmë me një autoshkallë që kemi në përdorim, domethënë ajo është tipi vjetër, shkojmë 32 metra, domethënë. Po 32 metra dhe tubat e ujit shkon, fuqia e ujit të jetë në eficiencë? Nuk është puna që të hedhë ujë, se nuk mund ta hedhësh ujin, ne duhet të futesh në ndërtesë brenda, se uji hedh ajo ujin në lartësi, mund ta hedh 30 metra në lartësi. Po është puna se duhet të futesh në ndërtesë. Pra në me shkallët të hynë në brendësi të objektit. Po, duhet të hymë në brendësi të objektit. I keni mjetet e mbrojtjes të paktën personale, se është shumë e rëndësishme jeta juaj, përveç jetës qytetare që patjetër do shkoni për t'i dhënë ndihmën e juaj. Atëherë ne këtu në stacionin e qendrës jemi munduar ta mbajmë, po sigurisht me ndihmë dhe nuk kemi marrë domethënë gjë kështu që të ketë bler shteti, për shembull aparatet, uniformat ose ato pajisjet metalprerse, kemi domethënë të nevojshme këto dhe nuk i kemi domethënë 100%. Jo të gjithë domethënë jo të gjithë stacionet i ka. Po lidhur përveç zjarreve në apartamente, në qendrat komerciale keni vështirësi? Në qendrat komerciale zakonisht kanë marrë masat e mbrojtjes nga zjarri vetë. Dhe ne kemi, për shembull, kam pas raste që kemi vepruar me hidrantet e tyre, me fiksat e tyre, domethënë nëse kemi kapur zjarrin shpejt. Ka pas raste të tilla që kemi kapur zjarrin shpejt dhe kemi vepruar me ato pajisje të qendrave. Se nëse përdorim këto pajisjet tona, për shembull, ato qendrat janë domethënë shumë lart, bile ajo është më e thekshme përdorimi atyre pajisjeve që ka vetë qendra. Sepse është më afër, vepron më shpejt. Sa vite kem policinë? Unë është viti 43. 43, pra 43 vite kontribute i jetë të dhënë në rinin tënde këtij shërbimi. Po. Kush janë momentet më të bukura dhe më të vështira? Atëre, më të bukura nga ana sidomosht kur është falënderimi qytetarëve ose kur bëj ndonjë veprim që kam, se unë kaq vite sa më ka rënë rasti kush e di sa herë që kam shpëtuar jetë njerëzish. Jetë fëmijësh, të moshuarësh, domethënë kam nxjerr nga banesa, kam nxjerr nga zjarri, nga tymi. Dhe kur për shembull kam pas shumë raste që kanë ardhur në stacion, domethënë familjarët ose vetë ai që e kam shpëtuar dhe kam marrë falënderimi. Ky është rasti, domethënë gjëja më e bukur që më ndodh, domethënë gjatë shërbimit. Por pastaj për të vështirë kam pas raste sa më të duar vështira që vërtet kanë qenë zjarre me përmasa të mëdha dhe atëre momentet më të vështira. Kam pas një rast vërtet për të moment të vështirë, ka rënë një zjarr mbrapa 15 kaçet. Dhe në katin e 7 ishin 4 banorë që ishin domethënë në mes të tymit dhe të blozës. Dhe zjarri ishte në -1, diqeshin një automjet. Në ashensor ishte blokuar një qytetar në moshë të re, 24 vjeç mund të ishte. Dhe banorët poshtë më thoshin që është bllokuar dhe është gjallë, sepse ai fliste në telefon, komunikonte në telefon. Unë bashkë me një shokun tim disa herë kemi ndëruar aparatet sepse nuk e gjenim në çfarë kati kishte ngel ashensori. Jemi munduar dhe kur e kam nxjerr atë personi që e kam nxjerr poshtë gjallë, atëherë nuk ka pasur domethënë edhe vështirësia ime, domethënë që u lodha dhe sakrifikova, gjitha morë xheruat, vetëm
nga kënaqësia që e zora gjallë. Çfarë do t'i thonit brezit të ri që të vinë në shërbim, përse duhet të vinë të rinjt në shërbimin zjarfikës? Atëherë, unë zakonisht unë marr pjesë edhe kështu në trajnimin e zjarfikësave të rinj. Ju them, kur vinë në punë, ju them që tani ju po vini se doni një vend pune apo vini se e doni vërtet këtë shërbim. Dhe në qoftë se ju vini për një vend pune dhe të vini të rini, domethënë, atëherë kot që vini në të shërbim, se ai është vërtet shërbim që është human, është i vështirë dhe nuk bëhet duke ndendur, po bëhet duke bërë stërvitje, duke u përgatitur që ti vish në ndihmë qytetarit ose për atë punë që ka ardhur. Si bërë zjarfikës? Zjarfikës këtu ke ne tani mbasi pranohen, domethënë, dalin vendet bosh që mund të ketë reparti, merren disa, ata që kanë bërë shpallën, domethënë, vakancat, vinë zjarfikësat, e cilët ka një kriter deri në moshën 30 vjeç duhet të jetë me shkollë të mesme dhe mbasi bëhen një testim psikologjik dhe fizik, pranohen dhe pastaj më vonë ata kalojnë në një kurs 2 Pra javosh. nuk ka shkollë. Nuk ka shkollë. Nuk ka kurse. Vetëm Pra kurs. për të bërë zjarfikës duhet dëshira, pasioni, duhet të jesh nën 30 vjeç dhe të bësh një kurs, sepse nuk ka shkollë të mirëfill për të bërë zjarfikës, për të marrë një diplomë dhe për të certifikuar si shërbim zjarfikës. Jo, tani për tani nuk ka shkollë. Vetëm kritere, pranimit dhe kurs, domethënë zjarfikës. Urimi juaj për shqiptarët për festat e fundvitit dhe çfarë duhet të kenë kujdes se mos ndodh? Atëre urimi për shqiptarët, unë i uroj që sidomos të kenë kujdes tani në prag festash, sepse shqiptarët e lëshojnë çik atë vëmendjen nga përdorimi i pajisjeve, bomblave të gazit e me radhë dhe sidomos në këtë raste në ditë festash fundviti ne kemi probleme. Shërbimi zjarfikës rri, domethënë në lëvizje në Tiranë gjithë natën e vitit të ri. Dhe ju them shqiptarëve që kujdes nga zjarri, se njerë ndodh ajo, dhe ta kalojmë në fund vitin sa më gëzuar. Ky është urimi që një zjarfikës komandant prej 40 sa vite shërben në këtë armë, në këtë shërbim dhe në këtë mundësi që sa herë ka zjarre ato gjenden, është një urim për gjithë ju. Por para se ta mbyllim, do të dëshiroj të ftoja dhe të intervistoja dhe drejtuesin e mjeteve. Drejtuesin e mjetet ishte vërtet një hero në mënyrën se si ai pati mundësinë ta drejtojë mjetin në atë trafik dhe ato vështirësi. Faleminderit shumë. Në kuadrin e misionit Alo Policia, siguria në fokus, sigurisht që dhe shërbimi i zjarfikës ka një peshë dhe një rëndësi shumë të veçantë, sepse ai që përballemi si ndihmë ashtu dhe në verë janë zjarret. Po. Ju jeni drejtues mjeti, emri juaj lutem? Drejtani Ezaj. Sa vite ke që drejton një automjet zjarfikës? Kam 17 vite që jam drejtues mjeti. Pa shputje fare, domethënë. Shkon pash mënyrën se si ju e drejtonit mjetin në një trafik tepër të rënduar të qytetit, në një orar që ka trafik dhe në zonat më të trafikuara, siç është 21 Dhjetori, zona e Tiranës së Re, po Tirana kështu është e gjitha. Si arrini? Është eksperienca, është aftësia, është përgatitja, stërvitja, si arrini të drejtoni automjetin, se njerëzit thonë, por mezi po vjen zjarfikësja, mezi kemi kohë që kemi njoftuar. Tani ajo është problemi kryesor, me thënë drejtën, trafiku i Tiranës, sepse unë si drejtues mjeti tu të shkoj sa më shpejt në vendngjarje. Shkoj edhe sigur, domethënë që efektive që ka makinë, domethënë që mos kemi probleme gjatë rrugës, sepse mund ndodhin aksidente, lloj gjëna, as ke parasysh. Po detyrimi ime si drejtues mjeti është që të shkoj sa më shpejt vendin e ngjarjes, sepse koha ndikon shumë keni. Një pyetje që duhet e kisha bërë dhe komandantit. Në rastet kur ti gërvish një makinë për shkak të tentativës për shku, kush paguan? Ose nëse ti përplas një makinë, kush paguan? Atëherë makinat janë siguruara, ke parasysh, pastaj ngel fajtori. Po kesh fajtor mund ta paguaj edhe vet. Jo. Po si rregull është kompania sigurimeve që i mbulon këta. Po deri më sot s'kam pas, domethënë probleme që mund ta kemë provoj kështu. Urojmë që të mos kemi probleme, por nuk do të jetë vetëm kompania e sigurimit, por do të jetë dhe baza ligjore, e cila mjetet e policisë, shërbimi i zjarfikës dhe ata ambulancave
duhet të gjej mënyrën e mbrojtjes, jo vetëm thjesht presim nga siguracioni. Po, janë me siguracione, me gjitha sigurojmë jetë kemi edhe vetë. Urimi juaj për shqiptarët për vitin e ri? Urimi im për gjithë shqiptarët, të festat sa më gëzime, harmoninë familje, edhe të kenë shëndet. Një urim i tillë do të shkojë jo vetëm nga punojësit e shërbimit gjerfikës për qytetarët, por dhe nga vetë qytetarët për gjithë ata punonjës të shërbimit gjerfikës, të cilët në verë përballen me vështirësi me zjarret në pyje dhe gjatë dimrit patjetër përballen me zjarret kudo që janë me këta vështirësi që kanë. Urime edhe për ju. Faleminderit gëzuar edhe ju vitin e ri që vjen, inshallah me të mira gjithmonë. Edhe qeveria domethënë shikoj pak nga ana e shërbimit gjerfikës, sepse me thënë të drejtën nuk jemi dhe aq mirës. Ky është urimi më i mirë, po një kusht të tërheqje e vëmendjes. Neve jemi në punë si verë, si dimër, si në përzjarre, si për ditën e vitit 3, natën e vitit 3, ne jemi në punë. Pra nuk jeni të kënaqur me pagesën në raport me punën që bëni? Nuk jemi të kënaqur me thënë, edhe nuk jemi paga. Nuk jeni sa lek merr, o sa meriton ky lloj shërbimi? Ky shërbim meriton shumë. Atëherë me fjalën shumë, patjetër që i takon qeverisë shqiptare, në kuadrin e gjithë atyre strategjive që ka, për masat e mbrojtjes nga zjarri, duhet mendojmë radh parë dhe për ata njerëz, për burimet njerëzore, për sakrificat dhe vështirësitë që ato kanë. Faleminderit. Qytetarët her pas here thonë që shërbimi i gjerfikës vjen me vonesë. Çfarë do t'i thoni qytetarëve që të dinë gjën reale? Atëherë, qytetarët e di se kur i digjet prona ose kur kaq, domethënë keq shikon, e di që edhe minuti i duket orë. Por ta dinë që shërbimi zjarfiks, me këto mundësi që ka, me këta njerëz që ka, mundohet që t'i bëj punët në mënyrë të përkryer. Domethënë aq shpejt shkon në vendngjarje, veprimet i bëhen në mënyrë profesionale, të gjitha gjërat. Mundohemi t'i bëjmë, domethënë perfekt. Aq sa kemi mundësi, sepse domethënë me këto pajisje që kemi, ndoshta ka mundësi ndonjëherë që për punë shkallë, për shembull, jashtë bllokuar rruga, po pse se erdhi shpejt shërbimi i gjerfikës. Po patjetër të vlerësojnë, ta vlerësojnë qytetarët, na vlerësojnë. Dëgjoj, kam edhe një diçka tjetër. Nga qytetarët, domethënë gjatë kohës që ne shkojmë në vendngjarje, na respektojnë, me sa shohën, domethënë kur dëgjojnë sirenën e zjarfikës, rruga na hapet. Por ne thash e kemi problem në parkimet për shembull, ose trafiku kur është shumë i madh. Edhe policia, pse të them, edhe policia na ndihmon, domethënë duke na në për. Atë çfarë pash bashkë me ju ishte që punojësi i policisë në ato pikëzime njoftonte hapjen e rrugës, ndihmonte shërbimin, kryente detyrat e tij funksionale, por edhe qytetarët me ato vështirësi hapnin rrugën në mundësinë më të mirë të mundshme, sepse e kuptoni që po shkon drejt një prone, drejt një jete, drejt një fatkeqësie. Edhe një gjë tjetër do të them qytetarëve, kujdes kur parkoni makinat natën. Sepse kur hym ne, kur na bin zjarr, sidomos digjet një apartament ose një automjet dhe ka shumë rrugë të Tiranës që parkojnë shumë keq dhe mezi futet një automjet, një veturë dhe jo mua për shembull më ka rasti nuk jam afruar vendit zjarrit, kam shtri 150 metra tub për të shkuar në zjarr. 150 metra. Rasti konkret kam qenë ke tregu Çam. Aty digjeshe një shtëpi banimi në katin e 4, automjetit ishin parkuar keq, rrugët ishin të ngushta, nuk detyruam të shtrinim 150 metra. 150 metra tub? 150 metra që të shkonim deri në apartament në katin e 4. Sepse nuk afroheshin dot makina më shumë. Problemi shtrohet për Tiranën tërësi, për infrastrukturën, për parkimet rëndoksore, sepse këto do të ndihmojnë për të pasur një qytet më funksional, më të aksesueshëm, por edhe për shërbimet tuaja, të policisë dhe të shërbimit të ambulancave. Unë di që qytetarët kanë vështirësi në parkime, por të paktën ta kenë atë ndërgjegjen që shiko se këtu unë vërtet po e parkoj këtë makinë, po nesër pas nesër mund të digje shtëpia vet, atë automjeti vet. Unë s'kaloj dot fare. Sidomos natën ne kemi shumë problem kur parkojnë. E le qytetari makinën aty dhe ikën, shkon në shtëpi. Falenderoj edhe një herë.